Ka brenda të gjitha gjërat për cilat flasin dhe ata që janë aty në protest për arsye gjenuine, që ishin, s'kam më aty për arsye gjenuine. Ata që ishin për arsye gjenuine nuk janë më aty. Dhe ne nuk jemi këtu për të fituar numrin e klikimeve të ditës. Ne jemi këtu për të fituar Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Është edhe një thirrje për një marrëveshje të re, për një Shqipëri të re. Dhe kam parë që ka edhe shpirtrat humbur këtu që në familjen tonë politike që duan një Shqipëri të re. Fair enough. Mezi pres që të na sjellin draftin e Shqipërisë së re, të shkruar. Dhe patjetër jemi gati të bëjmë një marrëveshje të re për një Shqipëri të re. Po kam frikë se drafti nuk do vi kurrë. Sepse Shqipëria e re është njësoj si të gjitha siluetat e flamingove, njërën prej cilave mbante Fatos Lubonja. Fatos i poshtë, flamingo lartë edhe Shqipëria e re. Do kritikohemi, do sulmohemi, por ne kemi detyrimin mos zgjedhim rrugën më të lehtë, mos zgjedhim rrugën e zgjidhjeve të hëpërhëshme që na lehtësojnë nga një presion, mos zgjedhim kur të jemi popullor në një moment kur duhet jemi të përgjegjshëm, sepse unë të paktën, ka shumë kohë që nuk ndihemi zgjedhur për të qenë i pëlqyer. Më ka hikur ajo dëshira për të qenë i pëlqyer, që Zherioni se e di, më ka njohur në atë kohë. Edhe kopertinën e Zërit Popullit, kur unë u zgjodha, e bëri me kujdes të veçantë që unë të ndihesha i pëlqyer. Vuri një portret shumë larg realitetit. Po nuk jemi këtu për të qenë pëlqyer, jemi për të qenë dobishëm. Dhe këtu ka një ndryshim shumë të madh midis qenit i pëlqyer dhe të qenit i dobishëm. Sa janë të pëlqyer sot në rrjetet sociale dhe janë krejt pa dobishëm, kur mos u bëfshim si ta. Prandaj Shqipëria është e gjitha sot në duar tona, jo në këmbët e atyre që bëjnë xhiro. Nuk është një hashtag Shqipëria. Shqipëria nuk është një flamingo që merret zvarr për të dukur bukur. Shqipëria është një vend që sot është në një luftë të madhe me vetveten dhe Bashkimi Evropian është një taka jonë. Le të këndojnë sirena dhe atë punë kanë, ne kemi një punë tjetër. Unë bashkë me ju. Ne kemi detyrë ta çojmë Shqipërinë tek ai breg me çdo kusht.